Mirë po, vetëm fakti se dikush po shon i thot Allahu kabul, kry puna mo. Më thanë e ke marrë vullën se e ke ba namazin ti. Mirë po, a është pranuaj namaz apo jo? Kjo pra ngel mister. Ne shpresojmë të ishte pranuar të Allah s.w.t. edhe ekziston ajo doza e frigës se ndoshta vallë nuk ja kemi dhanë hakun këtij namazi, ndoshta këtë namaz nuk e kemi bërë si duhet, në aspektin shpirtëror edhe në aspektin, më thonë, trupor. Ndoshta s'e kemi dhanë hakun, ndoshta s'kemi qenë me zemër në namaz. Ndoshta s'kemi qenë me mend në namaz. Ndoshta s'ja kemi dhanë hakun në namazit ton në aspektin trupor, në aspektin fizik. A dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, ju thot sahabëve, ju drejtohet sahabëve dhe ju thot, vjedhësit më të këqij janë ata të cilët vjedhin në namazin e tyre. Sahabët kur e kanë dëgjuar këtë thënie shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kanë dëgjuar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po ju thot, vjedhësit më të këqij janë ata të cilët vjedhin në namaz. Kanë dashur sqarim për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se çka e ka për qëllim, më thonë se është habi, ndëgjosh vjedh në kot namazit vjedh. Edhe namaz, edhe vjedh. Si mund vjedhe? Edhe i kanë pyet, o dërguari i Allahut, si ka mundësi që njeriu të vjedh? Ka thënë, njeriu vjedh në namazin e tij duke mos e plotësuar rukun edhe sejdën, ose duke mos i plotësuar pjesët tjera të namazit. Me thënë ruku nuk e bën ruku, ose më thënë nuk qëndron sa duhet, ose sejdën e tij nuk e zgjat sa duhet. Me thënë kjo është vjedhje në namaz, prej vjedhjeve më të këqija edhe më të shëmtuar është që njeriu të vjedh në namaz.